Shkolla speciale 3 dhjetori në Shkodër pak ditë më parë festoi 30 vjetorin e saj. Edhe sot, pas 3 dekadash, kjo shkollë vijon të përballet me mungesa të theksuara që nisin nga shërbimet terapeutike, logopedia dhe fizioterapia. Për titullarin e shkollës Ngeleda Mata janë pikërisht këto mungesa që po pengojnë punën e specializuar me fëmijët dhe arritjen e rezultateve të dëshiruara. Aktualisht në këtë shkollë sfidat më të mëdha janë shërbimet e terapive, logopedive, fizioterapisë, të cilat me të vërtetë do të na kthejshin pastaj në një qendër të specializuar, gjë për të cilën po luftojmë akoma. Suksesi më i madh i shkollës mbetet krijimi i bandës The Door, një projekt që ideatorët synuan të shtrihen në të gjithë Shqipërinë, por që u realizua vetëm në Shkodër. Krijimin e bandës The Door, e cila i ka fillimet pikërisht në këtë shkollë. Kam marrë në mendje fjala e Falkut, ideatorit, i cili tha ne kishim mendim që ta hapnim në të gjithë shkollat speciale në Shqipëri, por historia tregoi që vetëm në Shkodër o arrit mu hap dhe mu mbajt, banda festoi 20 vjetorin dhe të gjithë ata nxënës që janë sot aty janë ish nxënësit e shkollës tonë. Aktualisht shkolla speciale 3 dhjetori në Shkodër ka 60 fëmijë me nevoja të veçanta, të cilët kërkojnë më shumë shërbime dhe vëmendje nga institucionet.